Një zjarr i madh ka përfshirë zonën bregdetare të Peskikit në rajonin e Puljas në jug të Italisë, duke detyruar autoritetet të evakuojnë qindra turistë dhe pushues. Rojet bregdetare italiane njoftuan se deri tani më shumë se 400 persona janë larguar përmes detit, pasi kjo ishte rruga e vetme e sigurt për evakuim. Deri tani më shumë se 400 turistë dhe pushues janë evakuuar përmes detit, e cila ishte rruga e vetme e mundshme për largim, njoftoi roja bregdetare. Një zëdhënës i këtij institucioni bëri të ditur se operacionet vijojnë dhe pritet të largohen edhe rreth 300 persona të tjerë. Në aksionin e shpëtimit janë angazhuar 6 anije të rojës bregdetare, 3 anije të rojës doganore, si dhe 10 mjete private lundruese që po ndihmojnë në transportin e njerëzve. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë forcat zjarrfikëse dhe avionët Canadair duke luftuar me flakët, ndërsa një re e madhe tymi është parë nga distanca të mëdha.